punëve i bën direkt Serbia. Domethënë ata marrin para, ushtrojnë biznese, siç ishte ky zotëria i kishte disa biznese të regjistruara në emrin e vet. Edhe ishte një prej biznesmenëve edhe të energjisë elektrike, me të cilat veç flitet tash shumë në Kosovë, me qenë se ne merrni me mend, Kosova e varfën, Kosova e pasur me linjët e para në Evropë për kohë banori, kem lignet, ne linjitin ton ja shesim Maqedonisë, në anën tjetër kthehemi e marrim energjinë prej të njëjtit shtet. Kjo nënkupton se këtu ka të infiltruar elemente të rrezikshme, të cilët për fat keq kanë depërtu edhe në strukturat larta të shtetit, edhe më e keqja është kjo që u pa në fund që të njëjtit edhe kanë bashkëvepru, kanë bashkëpunu, apo janë koordinu, apo të themi spaku kanë vizitu edhe zyrat e institucioneve më të larta të shtetit. Kjo unë mendoj që nuk është vetëm me këto 2-3 sa u identifikuan kohëve të fundit, ose 1-2 tjerë që njëri ishte në dogan, e tjetëri ishte polici Kosovës, të cilët janë proces gjyqësor, ne kemi edhe qindra të tjerë. Dhe unë dyshoj që s'ka lokalitet, s'ka fshat në Kosovë, s'ka qytet në Kosovë, s'ka institucion komunal e qendror që nuk janë të infiltruar këto elemente shumë të rrezikshme të Kosovës. Pa harruar mediat. Edhe mediat. I harrova mediat, edhe në mediat të Kosovës kemi këto elemente s'ka të doni, shumë. Edhe unë e shoh islamin politik nëse nuk i prehen rënjët. Edhe për fat keq është shumë i fortë. Është shumë i fortë sepse Mbështetja Islame e Kosovës nuk vepron asgjë për t'i demaskuar. Ata e dinë mas miri këto elemente që i kanë kaq të rrezikshme, edhe i kanë brenda rrodhët veta, edhe nuk i luftojnë fare. Profesor, kemi pas një debat për Ibrin, edhe për hapjen e urës, që BE-ja thotë që kushtet janë pjekur për këtë koordinim. Vučić i thotë që do i drejtohet rrugës, sepse për këtë akuzon komandantin turk të KFOR-it që po tenton ta hapë. Por edhe debatin për ndërprerjen e rrjedhës së ujit. Ajo është një lloj provokimi nga ona Vučićit. Rrjedha e lumit nuk besoj që, sepse nuk është hera parë që Vučić kërcënon me ndrrimin e rrjedhës së lumit. Ai e din shumë mirë që kjo s'bëhet, por gjithmonë kur i duhet Kurtit diçka të lëviz, Vučić e bën. Gjithmonë kur i duhet Vučićit në anën tjetër e bën Kurti për atë. Domethënë janë në bashkë rendim, marrëveshja e Uhrit e parasheh hapjen e urës dhe nuk është bërë asgjë. Përveç asaj që është parapo me marrëveshje që të hapet ura, edhe ashtu ura ka qenë e hapur, s'ka pas pengesa, aty ka qëndruar policia e Kosovës me vite, faktikisht edhe karabinierët kanë qëndruar me një vetur, nuk ka qenë ajo urë mbyllur, ka qenë vetëm për vetura, për ndryshe ura ka qenë e hapur. Kjo që ka bën Vučići kohë pas kohe, i ndihmon Kurtit, në fakt për të paraqitur se gjëja Vučići është kundërshtari i Kurtit, edhe për të dalë në opinion, edhe për të përgatitur shqiptarët për votim, në mënyrë që mu duk që është kundërshtari i madh Vučići, por këta mbijetojnë politik. Vučići mbijeton në politik nëpërmjet Kurtit. Kurti mbijeton në politik nëpërmjet Vučićit, dhe unë mendoj që kjo është e koordinuar edhe është marrëveshje e tyre, sepse gjithçka që është bërë në Mitrovic ka qenë me marrëveshje. Gjithçka është aneksi i Ohrit e parasheh krejt këtë, vetëm është duke e ditë Kurti nuk po shkon deri në fund për ta realizuar edhe mbështetet në atë që unë nuk e kam nënshkruar ku ta diun, por ai është duke i zbatuar të gjitha sipas marrëveshjes, dal nga dal në heshtje, edhe ka aty këtu ndonjë reagim sporadik të Vučićit, tash ka reaguar gjëja për këtë edhe ka thënë atje do
do ta shtrembroj rrjedhën e Ibrit në mënyrë që ne të mbetemi pa ujmanin, por kjo nuk besoj, sepse edhe ligjet ndërkombëtare, rrjedhat e ujit nuk guxon, sepse pastaj nuk ka problem Vučići me Kosovën, por do të ketë problem me ndërkombëtarët, sepse do të jetë shkelje e ligjit të ujrave ndërkombëtare. Domethënë nuk ka të bëj këtu me Kosovën, edhe është një kosto shumë e vështirë e rënd, sepse duhet të hapen tunele të mëdha për të devijuar për të bërë krejt atë punë, edhe unë megjithatë mendoj që kjo vetëm është një lloj taktizimi politik dhe fare s'ka të bëj me atë që mund ta bëjë nesër Vučići për ta ndalë rrjedhën kryesore të bazenit të ujmanit, pa të cilin jam i bindur që Kosova nuk do të mund të ekzistonte as ekonomikisht, por edhe në pikpamjen e ujit të pishëm do të kishte probleme të mëdha. Profesor, do ta mbyllim bisedën me atë që pritet të ndodhë në 16 shtator. Ne besoj do kemi mundësinë për të folur sërish edhe përpara kësaj date, që do jetë historike, inshallah pozitive, në një vendim që liderët e UÇK-s të rikthehen në shtëpi, fitojnë lirinë, por ju si mendoni do ta ndryshonte gjithë situatën politike kjo? No, por shkojmë në 6 vjet para burgim të liderëve të UÇK-s. Sigurisht një dërmim janë dërmuar edhe politikisht katërshja e madhe në gjykatë atje, por këtu sigurisht politikisht kemi të bëjmë vetëm me dë. Kemi të bëjmë me Kadri Veselin dhe Hashim Thaqin, derisa nuk besoj që zoti Recep, i cili veç ishte në vetëvendosje, në anën tjetër Jakub Krasniqi nuk besoj që do të jetë më i gatshëm për të aktivizuar politikisht. Unë shpresoj që edhe mendoj që gjykata speciale ndërkombëtare do të jap verdiktin lirus për katërshën e madhe në Hag, sepse nuk kanë asnjë arsye, edhe nuk besoj kur pas asaj vendimit Hagës, ku është shpallur vendimi i gjykatës të Hagës se vendimi për shpalljen e pavarësisë Kosovës ishte i drejtë, ata sigurisht bazohen në atë. UÇK-ja ka qenë bashkëpunëtorja më e madhe në tokë e ushtrisë së NATO-s, edhe unë jam i bindur që UÇK-ja nuk ka vepruar kokën vetë edhe në atë kohë, por s'paku nga Amerika është uzuar. I kemi pa dëshmitarët e fuqisë më të madhe amerikane, të cilët i kemi pas dëshmitar, si ishte Wesley Clark, i cili është personaliteti më i nderuar për shqiptarët që na kanë ndihmuar në luftë, dhe krejt kjo gjithashtu në besoj në atë trupën gjykuese Treshën që do të vendos, edhe unë shpresoj edhe mendoj që shtyria e vendimit me 16 shtator deri në fund, kur ka qenë afati maksimal, sigurisht është bërë për t'i analizuar edhe një herë krejt ato prova të cilat vërtet kanë qenë jashtëzakonisht të dobta dhe nuk kanë asnjë provë, por megjithatë volumi i lëndëve ka qenë aq i madh, edhe i 200 sa dëshmitarëve, sigurisht Haga ka pas punë dhe nuk do të binë edhe pas deklarimeve të Lavrovit të Rusisë, i cili edhe shumë serbë që presin me padurim dënimin e ushtarëve e komandës së UÇK-s. Pas krejt kësaj, unë mendoj që katërshja e madhe do të merr vendim lirus, edhe besoj që gjykata speciale apo ata gjykatës nuk do ta përdhosin krejt historinë e vet të gjatë, sidomos ai kryesuesi amerikan i cili ka përvojë gjatë në gjykatë, jam i bindur që nuk do ta hell krejt atë drejtësi. Me Euleksin e mos gaboj. Po, ka punuar, por ata sigurisht që do të marrin vendim liruz dhe Kosova me 16 do të
festoj e nuk do të protestoj. Sepse të dyjat Kosova nëse marrin vendim lirus nuk do të jetë më, Kosova do të jetë e trazuar. Kosova nuk do të jetë e qetë nëse nuk lirohet kjo katërshe, nuk e dim çka parashihet. Këtu Kurti ka llogaritur ta shpall gjendjen e jashtëzakonshme, sepse frigohet shumë, por pa marrë parasysh. A shpall gjendje të jashtëzakonshme atë çka do, nuk do të ketë mundësi ta ndalë popullin. Nëse si do i shpall gjendjen e jashtëzakonshme. Nëse ndodh? Po në cilësinë e kryeministrit kë mendon ta shpall se si të ushtruesit e detyrës, por kë nuk e din që nuk ka mundësi të shpall gjendje të jashtëzakonshme nga ky pozicion, sepse ky është vetëm deputet. Por megjithatë kë nuk e ka dert atë, pse është deputet, ky veprimet i kryen, ky ka me qindra një skenar të dënimit të katërshës së madhe, edhe vim tek ajo që u tha te skenari trazirave në Kosovë, Kurti mendoni që do shpall gjendjen e jashtëzakonshme. Ka mendu, por jam i bindun që tani do të ketë këshilltar brenda rodhëve të veta që nuk do ta lejojnë ta bëjnë një budallaki të tillë. Nëse bën një budallaki të tillë, atëherë askush nuk do t'ja zbatoj. Nuk do t'ja zbatoj gjendjen e jashtëzakonshme, sepse kë nuk do të mund ta çet ushtrinë në rrugë, nuk do të mund të, se jam i bindur Bashkimi Jashari nuk do ta jap urdhrin që ushtria të del në rrugë edhe të pengoj popullin për të protestuar kundër dënimit eventual, por në anën tjetër as kundër fesë, sepse këto më shumë e pengon festa se sto dënimi. Lëvizjen vetëvendosje e pengon festimi eventual i lirimit të Zotit Thaçi dhe Kadri Veseli, të cilët vetëm me prezencën e tyre unë jam i bindur që nëse shkojmë në zgjedhje të lira, Albin Kurti do të jetë më fitues absolut i zgjedhjeve. Edhe nëse nuk inkuadrohen ata në politik, vetëm nëse janë në Kosovë, Albin Kurti kurrë nuk do të mund të fitoj zgjedhjen në Kosovë. Vjeshta do të jetë me një panoramë interesante në Kosovë, me zhvillime që mbetet për të parë se çfarë do ndodh. Profesor, të falenderoj shumë për bisedën. Gjithë mirat, faleminderit, ishte kënaqësi. Si gjithmonë kënaqësi edhe nga ana ime, edhe në emër të shikuesve t'jam mirënjohës shumë.